pyetje. Sa duhet të rregoj për rëndësinë e update-eve të aplikacioneve. Do të shohim se hapi se si të bëjmë update një aplikacion. Unë sot kam bërë, kështu që nuk e besoj të kem. Në iPhone. Open controls. Activate. Po, shohim tek Weather. Tirana. App Store. te App Store. App Store. Welcome to the App Store. Continue. Button. Continue. Shtypim continue sepse unë sapo i kam bërë një reset. Voice over off. Dhe tani shtypim allow or using app. Allow App Store to use your app. This my map. Allow while using app. App Store. Today, Monday, April 20th. Heading. Shohim që na është hapur, tani shkojmë tek my account. My account. Vertical scroll bar. Vertical scroll. My account. Si që shikoni këtu në dalin zëtë tona, të gjitha këto janë kod fare. Nëse kemi punë, i klikojmë. Nëse s'kemi punë, shkojmë tek Updated recently. Heading. updated aplikacione. Këtu në dalin disa aplikacione. Si që shohim, updated janë marrë. Më thënë janë bërë. Unë i kam bërë WhatsApp-it e të gjithë. Ja, kë është WhatsApp-i si që shifni? Cache reader for the blind. Jo, kë më falni është Version cache reader një aplikacion. 1.77.1 bullet. Open. Button. Më Actions falni, kë është available. cache reader, një aplikacion që identifikon lekë shqiptare për të verbrit në versionin falas dhe me lekë. Shohim aplikacionet e tjera. WhatsApp. Ja, Open. We i up. keni të Face, gjitha këto. Open. Të gjitha Messenger. Open. We up. janë Google. Open. që Bullet. You. Oh. Fix. bëhen Google. update. Oh. You. Sign out. Dhe në fund Button. kemi butonin sign out për ta nxjerrë App Store nga iCloud-i. Por mos e klikoni sepse hiqet nga iCloud-i pra bëheni sign out. Edhe diçka tjetër. Nëse aplikacionet e nxjerr open, siç ka nxjerr mua, atëherë do të thotë që nuk ka update. Nëse janë nxjerr update, Screen dimmed. atëherë Google klikojeni Translate. dhe 3 days prisni ago. sa do Version bëhet. Për më shumë video të tilla, bëni subscribe 10.14.320. në kanalin Online tim. 1. 40% battery. Control center. Selected.